Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përveç stomakut, prej gjymtyrëve që duhet ta agjeroj është edhe dëgjimi ynë apo veshët tan. Pra duhet ta agjeroj me vesh, si duke i privuar nga haramet, duke i privuar nga muzika, duke i privuar nga fjalët e ndyta, fjalët e pista, duke i privuar veshët tan nga përgojimi, pra nga dëgjimi i përgojimit e kështu me radhë. Pra edhe veshët tan duhet ta agjerojnë, sepse padyshim nga hadithet kuptohet që Allahu s'ka nevojë të lejmë ushqimin dhe pijen në momentin që nuk lejmë haramet. Allahu na dëshiron neve të bëhemi më të devotshëm. Prandaj të kemi kujdes, sepse Allahu më dhuar thot: inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Me të vërtet, dëgjimi, shikimi dhe zemra e njeriu do të pyetet, do të merret në llogari para Allahut te baraka ve teala. Pra do ta pyes Allahu i madhëruar njeriu për shikimin që ka hedhur në haram, për dëgjimin që ka dëgjuar në haram dhe për zemrën e tij, se a e ka përlyer me idhujtari, a e ka përlyer me urrëtie, a e ka përlyer me padrejti, me smir e kështu me radhë. Prandaj kujdes o vllai i dashur, ky agjërim dhe ti motorin e nderuar, kujdes, sepse ky agjërim duhet shërbej për ty si përmirësim, të shërbej për ty për të bëjë më i devotshëm dhe jo për të bërë më i keq. Allahu na udhëzoft e na drejtoft e na falte e na mëshiroft. Amin.